me nicë vendingja në nëstime dhe këto vazhdojnë në ka për para që më kapin sot, jam me mikrofon të fuar dhe flas të përshëndes dajtë e mi që thojmë dhe posaçërisht ata që njojnë, ata që shumë njojnë. Më të në do jam në këtë mundësi që jeton në Ferizaj një ditë ka ditës ta shef këtë për një Bajnicës. Në shkolla Bajnicës dhe këto gjithë shka është e mundur të. Dhe këto kam dojnë sa kip të këtë bajë ka përti. Dhe këta në papës për ka përkur dhe sa kip të papë. O, sa kip. Që kjo? Sa pesha sa kip. Dhe më thonë, lëvizjet dhe shqipe se ka ndryshime dhe puna gjithë shka në një lagje se fshat ka fshati ka ndryshime dhe përmisime njëni maj mirë se tjetri. Në kjo si pas kondit tem dhe që shafone është kjo që shqive dhe fshat njëri maj mirë se tjetri. Në kjo, në mëllë unë e bajnë qësimet e mija për keret. Ta se qdo fshat maj mirë se tjetri dhe pa afrome pak duke që të më Gachko sa po Gachko dikon e përshëndes Ilirin Ilir Shabani që shje Iliri është të kryetari i Gachkës, të vëtëm nuk kam pas rast halal të takome ta, për mësë të një të këtë ke mundësi të takohet ajme batë seminarë, të më thënë Ilirin kam respekt madhë dhe Iliri ka respektimin, të më gjithashtu është kjo Uga që në qënë për Ferizaj. Uga Ferizaj të miniri. Uga, vazhdën Uga në shpia moderne, gjithçka si të thëmë, gjithçka arme jonë e modernizimit Kosova në vrapimin dhe në vrapimin e komuna, si së la komunë vrapën të jetë me mirë si tjetra. Dhe mënë kemi parë dhe shumë që më komunat janë diçka që janë zhvillime si për të demokracisë, është një demokracie përparuar dhe vrapimi tjere në zirët lokale të regojnë një përkushtim shumë të madhë. Në zirët lokale unë nuk jam përzirë për pas në komunën teme jam të shtërtës. Komuna e shtërtës do diçka specifike që i takojnë shumë gjona tjera. Për më thënë, komuna e ime ku i vjenë e shtëpët, është një shka specifike dhe nuk ka të bëj me parti politike, nuk flasë më shumë. Komuna e shtëpët unë e përkraj dhe përkraj një armëri të rej, të bukur, të një pajdushmëri së armës, të një visionin, ta kemi një Kosovë të paqet, një Kosovë të demokracisë. Dhe më thënë, demokracia zhvillan dhe vazhdon të jetë e praneshme në komunat e Kosovës që ka një amasivitet e lartë demokratik, kështu e shafone. Afromi pak ma poshtë kemi rrethet janë që mësojnë që mësë kështë lampa elektrike për semafora që të nuk ishte shqip dhe kjo është që kalon një rrethet. Pas kalimit të rrethit vazhdon rruga për Ferizaj. Më fani nëse nuk i diu në lagjet, po ju i dini vetë kur të shishoni Mine Sadiku po shkon për Ferizaj. Mine Sadiku përse për shkon Ferizaj, është Mine Sadiku, është jurnalist, po këto deri më tash nuk kanë pas pengesë dhe kanë filluar që shumica ta kuptojnë se vërtet Mine Sadiku jurnalist. Dhe tyta kur pyetet Mine Sadiku për kapën ai, po meniri është jurnalist, po punon për vetë, për rritjen e biznesit të tij në gazetari. Njoftem si mund të jeni në panelin tema të në platformën e mia sa pare, dhe nuk e dija më një mi prum që thas pare, për minirin nëse i merë thas të juve, ju e kini veni dhe dini ku mund të tërgoni që minire më sot një thas me pare. Për momentin nuk janë të më dash pare, kam pare të njëftushme të vazhdoj kanalin tim Mine Sadiku në platformat e mia, 3 platforma që kemi. Platformat e mia shumë kanë filluar të më njën të janë diskutimet e mia publike dhe për pallafaqimi me njerëz të TikTok të shmendurisë është TikToki është edhe njëjtun e shoh si një parlament, i njëjtu si parlamenti qoftë i Prishtinës, qoftë i Tiranës, avatë që më vallë, domethënë është diçka që nuk shkon në moderne, shkon ka rrejtje, ka njerëz që vetëm mundon të përfitojnë vetëm prej që shitën lana, tigra, nuk e di pështë. Gjithçka në Kosovë, gjithçka komuna e Ferizajt me ndë këto, fillimi komunës, gjithçka mundur, deri më tash edhe një rrugë kështu që e ngushtë, ndoshta deri më tani nuk është marrë në pyetje dhe diskutim, çka do të bën armëria pa bicikleta? Kemi ndonjë bicikleta këto? Nuk kemi. Është pa shoh bicikleta. A do të mendohet si do të jetë armja me bicikleta? Apo do të gjetet një mjet tjetër? Domethënë, për momentin është diçka që është vazhdimsueshme, e vazhdueshme që mbledhen fondet dhe po mendohet që ka diçka të fondeve të tepruara, do të mendohet për bicikleta. Çdo gjë vazhdimësia jonë e përpësimit e
që të thëmë kjo të shpejtë dhe të fjalë që flasë pa përgatitje o diçka që e fuqishme që afron besimin tonë se armja jonë e komunave tonë është diçka e fuqishme që është në garim. Unë kam pas dhe kam prapit e në time partit politike që mirën me kufirin e lartë e jashtëm të mbrojtjes së Kosovës deri më tash i shoh si Rejna, si mami se në aktuale që kemi qevinë tash me diçka fantazisë saj. Kufiri ndërkombëtar jonë e vija ndërkombëtar saktuar nga bashkia ndërkombëtare, nuk e di nga hershmja ndarja e Republika apo krahinave. Sa jemi ne qartë, Kosova është një pjesë ka qenë një pjesë e federatës, një pjesë që i takon se më erbet, që i takon dhe kjo ka vazhduar dhe Kosova është e njohur dhe nga bashkia ndërkombëtare e gjyqësisë, gjithçka vazhdojmë të mendojmë to që janë. Viktimet e mia janë të qarta, kritikat në partit politike tona që janë më të mëdha të vendosja LDK, PDK, është kritika ime ashpër që nuk e njohin natyrën ose vendosje, punojnë më pak për natyrën dhe publikun e tine gjithka e të reken nga mbrojtja e kufirit, nga rreziku që shohin ditë për ditë me Serbinë. Çfarë rreziki kemi me Serbinë? Pse ka shumë bujtuar me Serbinë? Na kemi të ndarë, Serbia ka Serbi dhe Kosova është Kosovë. Kështu, këto diçka disa pika që preka pak reflektimet e mia. Vazhdon rruga ime për Ferizaj dhe pak dhe të ndarit, të kam qësi pak që do të kem një kafe diku në Ferizaj, nuk e di se ku, po presisht në Ferizaj. Të rritë dhe motorat, gjithçka moderne, gjithçka që nuk kuptohet dhe nuk shifet në pendimet të shka është e prefte, e frymëzuese që të rritë bëjnë lëvizje. Mirë po të rritë është një vrejtje ma, të rritë nuk e din se çka do thot shteti dhe si të mba shteti. Shteti ka regla dhe reglat e tona e kemi përminit në shteti që ne kanë pranuar. Ato kanë regla që i pranojmë dhe i plotësojmë. Të rritë nuk e din se si janë regla se si krijon shteti, si mba shteti me partner. Jo të rritë që e doni aq me madhe me të vërtet Kosovën, ju nuk e dini cilat janë reglat dhe si ekziston dhe si mba shtetësia e Kosovës. Ajo është kryesisht e lidhur që në pika të një që të thëmë si të marrë në një mrejshës që lidhë mrejshën e shteteve ndërkombëtare. Në shtetet ndërkombëtare janë regla që duhen pa tjetër të plotësohen, nuk flasë për plotësimin e tyre. Ne jemi një shtet multikulti etnik. Shteti jonë Kosova është një shtet që jap të drejtat të tjera, nuk ndan as shqiptara, serba, kurgjet, romë, kudjem. Në shtetësia jonë është në arenën ndërkombëtare njëmi si kosovar. Pse aq shumë zhurmë bëhet ku jemi të vendosur nuk e pranon këtë realitet ku jemi na. Mund të thoni se bacimin e rrejnë dhe po jo rrejnë, po bacimin e në dokumentat e dy zyrtarë që janë Kosovë, që në qësia ti i shkruan kosovare, është të shkruar në 3 gjuhë, shqipe, angleze dhe gjuhë serbiste. Ma shumë nuk flasë për ndryshimet dhe dëshirat e tona që do të arrijmë të më pa. I shtroj pyetje Albin Kurdi dhe tjerë që Albin Kurdi në qeveri dhe Albonina Agjius. Ishte një projekt që e rëndësishme e rrëfme kur Albonina Agjiu e sulmoi ambasadën gjermane. Sulmi Albonina Agjius ambasadës gjermane e parë si kritike dhe parë vetë Kravedi që fillua strigona. Pse si gjena e një fort tjetë me fuqishme se ambasadë gjermane dhe ti thotë ngoti ka, ti po mëson më këto në binesët pse ty çfarë kuptimi ka kjo? Ku e thaja? E tha në mënyrë të hapur. Pra vazhdojmë rrugën për qyteti Ferizajt dhe vjeshta, çka do të ketë për qyteti Ferizajt e armja, këto është qyteti jonë, do thonë mendohet në gjelbrimin e tjera. Edhe në shqetësim i madh që janë i frikë më njëri nga garosit nga vendosja, ai nuk unan në Ferizaj po vazhdojnë vjen në Firaj. Çka ju dash Firaj, ti më tregoni ujë Firaj, pjeshka Firaj. A një Firaj, çka bën Firaj? Firaj ne kemi rregullat tona, kemi vendin tonë. Pra si përfundoj këta, kemi me 25 tetor në rruga Minirit në Ferizaj, Miniri, rausit e ti dhe komunikim me publikun. Nuk kam mundësin tjetër të bëj ftesat e mia vetëm përmes medias time dhe publikimet e mia, fjalëve të mia që i flas të revoltuar apo pa revoltuar. Është një kënaqësi e madhe që keni këta që të dëgjoni me mendje pa mendje që sot nuk i kam që rrej komunat janë të heshta tash nuk është çfarë me komuna e shoh një dialog me mosën, gjora një mirë, një ditë të bukur dhe një tamë të mia tash premi. Pres nga kjo gajo kur do të formohet qeveria jonë, domethënë. Tani ditë mendoj nëse nuk formohet ende, nëse qeveria jonë ende nuk formohet, një ditë mini do ta bani parlament dhe do t'i deshi dhënat e shkurta para parlamentit tonë në Prishtinë.
Pa kjo është media dhe media ime ashtë një refuzon në mënyrë të qartë, do të bani konferencë për shtep, do të i flas gjitha ambasadat e Kuvendit dhe do të tregoj Miniri e ka vendosur të direktorët në para parlamentit kaloni me të mira.